Salahuddin Ejubi, heroi i mëshirës dhe drejtësisë. A e dini se si një lider mund të ndryshojë rrjedhën e historisë me mëshirë? Salahuddin Ejubi, një figurë frymëzuese në historinë islame, çliroi Jerusalemin në 1187. Ai nuk ishte vetëm një komandant i shkëlqyer, por edhe një simbol i mëshirës dhe drejtësisë. Kjo histori edukative dhe historike na mëson për rëndësinë e paqes. Pas fitores, Salahuddini tregoi një zemërgjerësi të jashtëzakonshme. Ai mbrojti civilët duke përfshirë gratë, fëmijët dhe të moshuarit, duke ofruar siguri dhe respekt për të gjithë. Kjo vepër e tij, e cila reflekton vlerat fetare dhe motivuese, u bë një shembull i shkëlqyer i tolerancës. Fisnikëria e Salahuddinit mahniti të gjithë, duke lënë një trashëgimi të pashlyeshme. Ai na kujton se paqja dhe drejtësia janë më të forta se lufta. Ne jemi mirënjohës për shembullin e tij. A jeni gati të ndiqni shembullin e Salahuddin Ejubit? Ndani këtë histori me të tjerët, diskutoni vlerat e tij dhe përpiquni t'i zbatoni ato në jetën tuaj. Bëhuni pjesë e ndryshimit pozitiv në botë.